Në Shkodër u zhvillua një mbrëmje e veçantë muzikore me karakter shpirtëror, ku ansambli interpretoi veprën Membra Gesù Nostri. Koncerti u mbajt në ambientet e katedrales Shën Shtjefeni në sallën Mikel Koliçi, duke e tërhequr ardashës dhe besimtar të shumt. Vepra e ndarë në 7 kontata solli për publikun një reflektim të thellë mbi mundimin e Krishtit përmes ndërthurjes së muzikës baroke me tekstet biblike dhe poezinë latine mesjetare. Koncerti që kemi bërë sonte është një koncert që ne bëjmë çdo vit për gjatë periudhës kreshmes, cilin e bëjmë në gjitha dioqezat e Shqipërisë, Tiranë, Shkodër, Lezhë, Rrëshën, Sap. Vepra që performuam sonte është një vepër e cila dedikohet plagëve të Jezusit, vepra kryesore e koncertit është kjo, nga Buxtehude dhe titullohet Membra Gesù Nostri. Kjo vepër në secilin nga numrat e vet flet për këmbët, për gjunjët, për brinjën, për kraharorin dhe për gjitha plagët që Jezusi ka pësu në mundimin e tij në kryq. Në skenë performuan solistët Aniza Marku, Anita Kërhani, Gloria Taga, Diego Zelka dhe Noel Prifti, shoqëruar nga instrumentistët Gjudi Dodaj, Giulia Dodaj, Stella Bello dhe Remino Sula. Koncerti u dirigjua nga Harlen Nikolli. Aktiviteti u realizua me mbështetjen e Konferencës i Peshkënore të Shqipërisë, duke sjellë për publikun shkodran një përjetim artistik dhe shpirtëror në prag të festës së Pashkëve.